Greqia goditet nga tërmeti, sa ishte forca e lëkundjeve dhe epiqendra. Një tërmet ka goditur brigjet e Greqisë perëndimore, por për fat të mirë pa raportime për të lënduar apo viktima. Lëkundjet sismike u regjistruan pranë Kalavrita dhe ishin me magnitudë 3.6 Richter. Autoritetet thanë se tërmeti ran orën 12:35 me orën lokale dhe kishte një thellësi fokale prej 15 km. Konkretisht, sipas analizës së Institutit Gjeodinamik, tërmeti me magnitudë 3.6 Richter u përqendrua 9 km në veri perëndim të qytetit të Kalavrita dhe pati një thellësi fokale prej 15.8 km. Tërmeti u ndje edhe në zona të tjera të Akais, nuk janë raportuar dëme materiale apo të lënduar nga tërmeti.